Është Verve, fituesja e renegatës Brindisi Vlorë, duke mbërritur e para në gjirjen e Vlorës, kjo pas një gare të fortë mes 60 ekuipazheve të cilat në pak orë përshkuan kanalin Otrantos. Mbërritja e Verve u regjistrua rreth orës 16:35 pas ditën e djeshme, 4 korrik 2025 për t'u ankoruar më pas në Marina Auricum. Në vend të dytë u rendit barka me vela White Whale Multi, e cila mbërriti në Marina Auricum rreth orës 18. Në orët e mëvonshme filluan të mbërrinë edhe barkat e tjera me vela pjesëmarrëse në këtë edicion, i katërt i radhazi që organizohet nga Marina Auricum dhe nga Lega Navale Italiana. Ky event sportiv ujor i barkave me vela organizohet në bashkëpunim me Concord Investment, e cila është duke realizuar në Marina Auricum një prej investimeve më të rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjerë. Ky investim përkon me zgjerimin e Marina Auricum përsa i përket posteve të barkave nga 250 që ka aktualisht në 850 të tilla në përfundim të investimit. Projekti i Marina Auricum i realizuar me mjeshtri nga ana e arkitektit austriak Chris Precht do ta transformojë këtë marinë në një prej më luksozeve në Mesdhe. Ky projekt i grupit Concord Investment ka një dizajn krejt të veçantë dhe shumë modern, i konceptuar sidomos në elementet rezidencial dhe ato të hotelerisë me 5 yje. Pra, duke i dhënë Shqipërisë përsa i përket investimeve të tilla në industrinë e nautikës, një impakt krahasues me vendet e tjera sidomos ato fqinje. Ky edicioni i regata Brindisi Vlorë i dha mundësinë publikut të gjerë vlonjatësi edhe turistëve vendas apo të huaj të ndiqnin live nga lungomare e Vlorës spektaklin që ofruan barkat me vela dhe ekuipazhet e tyre. Eventi i garës së barkave me vela do të mbyllet sonte me ceremoninë e ndarjes së çmimeve për ekuipazhet fituese në një mbrëmje plot emocion dhe adrenalinë.